Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sonte pranë jush nuk do drejtohem me një histori, por do drejtohem me një pyetje. Këtë pyetje ma ka adresuar një grua e nderuar nga Kosova, e cila është duke vuajtur jashtëzakonisht në jetën e saj. Ajo që kur është martuar, fillimet i ka patur një jetë shumë të lumtur. Ka qenë tepër e gëzuar, ka qenë mirë me burrin, Zoti ju ka dhënë bereqet, Zoti ju ka dhënë mbarsi, kanë patur çdo të mirë në jetë, le të themi 10 vite me radhë. Pas 10 vitesh, gjërat kanë filluar të ndryshojnë. Domethënë pasuria e tyre ka filluar të zvoglohet. Nëpër shtëpinë e saj ajo ka gjetur shenja. Bashkëshorti i saj ka filluar që të heqën dorë nga ajo. Domethënë, as nuk ka dashur të dije asnjë gjë për të. As nuk i ka interesuar në fakt gruaja e tij. Nuk ka patur respekt fare për gruan. Ai thjesht domethënë, nga një burr tepër i suksesshëm, nga një burr tepër i mirë, ka filluar që të ri natën nëpër kasino, ka filluar të ketë lidhje me femra, ka filluar të bën komunikime me femra, domethënë ka filluar që të ndanë jetën me femra. Dhe kjo gjëja, në fakt, ka rritur një pikpyetje të madhe tek tek familja, m'falni. Tani, zonja thot që nëpër shtëpi thot, unë dëgjoj zëra të ndryshëm. Gjatë natës, dëgjoj sikur po hece njëri nëpër shkallë. Domethënë shpesh herë ja ka zënë burrit telefonin duke komunikuar me tjetër femër. Dhe frika e saj më e madhe, domethënë nga një grua që ka patur një familje jashtëzakonisht shumë të bukur, që ka patur një jetë shumë të bukur, ajo ka krijuar një frikë tepër të madhe ka krijuar që mos vallë ndonjë dashnore e burrit të saj mund të ketë bërë ndonjë magji që kjo të shkatërrohet, që pasuria t'ju bie, që jeta të mos i vazhdon më, domethënë mos jetë e lumtur me burrin e saj, shkurt e ship dëshiron t'ja merr burrin ajo dhe këtu e ka këtë pikpyetjen dhe frikën. Dhe çfarë po ndodh me këto, çfarë po ndodh me jetën e këtyre, sepse burri është lidhur me një femër dhe nuk shkëputet dot nga ajo. Domethënë dëshiron të jetë vetëm me të, dëshiron të jetë vetëm në krahët e saj. Ashtu e përshkruan ajo sepse nuk ka as marrëdhënie, nuk ka asnjë gjë. Dhe këtë ka frikën më të madhe dhe dëshironte këtë hallin e saj ta ndanë me ju dhe të merr mendimin tuaj. Domethënë, si e mendoni ju, si e gjykoni ju? Mund të ndodh që burri i saj mund të ketë një marrëdhënie tjetër me ndonjë femër tjetër dhe ajo femra mund të ketë shkuar nëpër njerëz të fry fotografi, të bëj kështu gjërash, domethënë që kemi dëgjuar që po bëjnë, don të merr mendimin tuaj, ju lutem shumë ta ndihmoni. Domethënë ka qenë shumë e lumtur dhe pas 10 vitesh gjithçka ka ndryshuar.